Eni Çobani tashmë është një nga juristët më të njohura në vend, pasi çdo të diel është pjesë e ekranit me çështjet që ndjek. Edhe pse në televizion raportet mes kolegëve janë të mira, nga ky rregull ka edhe përjashtime. Eni është ndier e fyer nga Agron Llakaj dhe çështjen e pasqyrur mes tyre do ta marrë në dorë gjykata për të parë nëse ka të drejtë Eni apo Agroni. Por çfarë ka ndodhur midis dy figurave të njohura të ekranit? Juristja është ndier e fyer kur Agroni ka imituar atë duke vendosur një paruke të verdhë dhe me këtë figurë shoqarake që krijoi Agroni me juristën kanë qeshur mira shqiptar. Ky imitim ishte skandalos sipas Enit, e cila e ka ofenduar rënd Agronin kur tha: "Agron Llakaj po ushqehet me mua. Unë nuk do ta lë me kaq këtë çështje, por do e çoj në gjykat." Kjo situatë ka nxjerrë nga shinat edhe aktorin e humorit, i cili ju përgjigj juristës me fjalë të rënda. Në qoftë se ka një pjesë banale tek Ardi Xhebrea, është pikërisht gjyqi i Eni Çobanit dhe si tillë, unë ka marrë gjetje për të demaskuar këtë lloj gjyqi, pasi ajo mund të jetë një avokate së drejtës, por mënyra se trajtohen çështjet është një banalitet. Tashmë pritet të vendos gjykata nëse ka të drejtë Eni Çobani që pretendon se është prishur imazhi apo Agroni, i cili thotë se ky është profesioni i tij dhe askush nuk mund t'i vërë kusht aq më shumë ta ofendoj. Por ju në këtë rast, ku t'i jepni të drejtë, Enit apo Agronit? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.